Në këtë rast, sa i përket vizitës së prokurorëve të SPAK-ut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a mendoni se ata do të marrin ato udhëzime që kanë marrë edhe në të kaluarën për të goditur korrupsionin në nivelet e larta, ku një nga goditjet më të mëdha që është bërë deri tani është rasti Belinda Ballukut, dhe pas saj, a mendoni se mund goditet edhe Edi Rama? E para, duhet ta them, Belinda Ballukut i ka marrë të keqen SPAK-u. Po e ka bllokuar kuvendi, ka bllokuar Edi Rama. Prandaj i ka marrë të keqen. Domethënë SPAK-un e komandon Edi Rama. Po as bëhet fjalë fare. Po amerikanët ku hyjnë këtu? Se di, pyetini. Të dalin të na thonë, çfarë po bëjnë? Tallen me ne, tallen me neve. Tallen, nuk e quaj talli. Besoj se ka një tallje, sepse përderisa janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe marrin udhëzime ashtu siç i kanë marrë herët e kaluara, do të thotë që ka një mesazh. Do të thotë që siç i kanë bërë herët e kaluara, kështu do t'i bëjnë dhe kësaj radhe. Ja, kjo do të thotë. Dëgjoj, mos më bën pyetje që mua më ngacmon, sepse unë do t'i them gjërat me emrin çkan, se nuk dal dot nga vetja. Po patjetër, se për këtë jemi këtu. Nuk mund ta bëj, nuk mund ta quaj të zezën të bardhë. Se bëj dot këtë. Nuk kam as tagrin, as fuqin, as moralin, as do të thënë nuk shkel integritetin tim. Zotëri, deri tani kanë bërë një vrim nuj amerikanët me SPAK-un. Deri tani flasën bashkë. Deri tani Edi Rama u ka thënë hipni këtu çip në Istanbulin. Atëherë janë serioz amerikanët? Apo nuk janë? Thjesht, shkurt, qartë, sakt. Të na thonë. Në këtë rast, duke parë gjithë situatën politike në Shqipëri dhe vetë atë çfarë ka ndodhur përgjatë viteve të fundit, mënyrën si ka qeverisur Edi Rama, rasti Belinda Ballukut, a mendoni se do të kemi një ndryshim të mjedisit politik apo dhe të vetë pushtetit Edi Ramës, ashtu siç ndodhi në Hungari, ku u rrëzua nga pushteti Viktor Orban? Nuk bëhet krahasimi me Hungari, nuk mund ta bësh. Sepse në Hungari kishte opozit. Ndërsa në Shqipëri, komunistët nuk e shesin njëri tjetrin, edhe pse quhen opozit. Pra, nuk ka asnjë lloj ngjashmërie me Hungarinë, dhe po ju them, juve dhe shqiptarëve, që Edi Rama nuk lëviz nga pushteti në qoftë se nuk e përmbysin ata që kanë në dorë të presin marrëdhënie diplomatike me të. Të deklarojnë dhe të thonë ti je një sharlatan, ti je një rrugaç, ti je një kriminal, ti je një mbështetës i krimit organizuar, nuk duam të marrim marrëdhënie me ty. Kjo gjë s'po bëhet. Edi Rama zotëri mund të rrëzohet vetëm nga jashtë, jo nga brenda. Ta harroj shqiptarët se mund të rrëzohet nga brenda. Komunizmi është gjën shprehje, gjën zbatim të plot, thënia e asaj në përkës. Nezmi Hoxha që tha komunizmi, i tha Këshë Musaqit në 89-ën komunizmi i ka rritje thella në Shqipëri. Praktikisht ashtu është. Derisa pash sot që pash në YouTube një idiot që fliste me atë gazetarin tek lajmet e mëngjesit dhe i thosh unë 170.000 lekë marr pension edhe mezi e kaloj muajin, po unë dua Edi Ramën, thosh. Ky popull jemi, ky lavazh truri është bërë këtyre njerëzve. Këta njerëz, pra ne jemi një turm amorfe, nuk jemi popull, ne nuk jemi njerëz, ne jemi një turm bagtisht që bën çfarë që do i qefi ai që eksperimenton me shqiptarë dhe na ka kthyer në kavje. Në këtë rast, duke qenë se jemi në këtë situatë, si e shikoni, sa do mundet SPAK-u që të godas realisht në muajt në vijim, sepse ka i pritshmëri të lartë kundrejt këtij institucioni, dhe a preket Edi Rama në këtë rast apo do të dalë pa lagur, ashtu siç ndodhi edhe në rastin e Belinda Ballukut, të paktën deri tani? Zotëri, ashtu do ndodhë, siç ka ndodhur me Belinda Ballukut. Pra që kohë sa Edi Rama duhet kryeministër. Sepse Edi Rama i ka të tëra në dorë. Dhe SPAK-u i ka të tëra kompetencat dhe të tëra mundësit ligjore që të godasi fort. Ta marrat Belinda Ballukun për flok që ta çojnë në Biruc. Ta marrat Edi Ramën për qafe e ta çojnë në Biruc. Mirë po,
nuk i ka ato këllë që Spaku dhe spakistët janë të tërë komunistë, ishë antarë të Partisë Punës Shqipërisë, bijtë të antarëve të Partisë Punës Shqipërisë, fisë të antarëve të Partisë Punës Shqipërisë, janë komunistët të pushtetit drejtësisë zotëri. Prandaj jemi në këtë gjendje. Dhe në Shqipëri funksionon drejtësia e kovaçëve, samargjive, e këpucarëve, të ngritur që në 1945-46 dhe sot e kësaj dite. Ajo lloj drejtësie funksionon. Prandaj mos prisni asnjë gjë pa u qëruar këta në pushteti. Po sa i përket rastit të Olsi Ramës pra vllajit të kryeministit Edi Rama, duke qenë se Berisha ka denoncuar sot në kuvend duke thënë se ai është bosi call centerave dhe në këtë rast a mund të preket Edi Rama në këtë pikë delikate nga ana e drejtësisë? Jo, denoncimet në kuvend janë shashka. Sepse ka gjë për Olsi Ramën, gjë konkrete se Berisha të dorëzoj kallëzim penal në SPAK. Bashkë me provat dhe me fakte që ka për ta kallëzuar. Ndërsa në kuvend bie se i bie mirë, thonë Sali Berisha, dhe ai atë po bën. I bie se i bie mirë, se asgjë s'ka në dorë, është vetë i korruptuar, është vetë ai që është interesuar të jetë kjo situatë, kjo amulli, kjo turbullir në politikën dhe në ekonominë shqiptare, në shtetin shqiptar, është kryesisht Sali Berisha e interesuar. Sepse nuk e ka seriozisht në këtë rast? Nuk e ka seriozisht në këtë rast? Jo, gënjen mashtrus ata mbështetësit e tij i mashtron. Asgjë seriozisht ka aty. Nuk është serioz Sali Berisha në këto gjëra që thotë. Se ai ka theksuar që në protestën e nesërme do të bjerë regjimi i Edi Ramës. Sa e ka thënë kështu zotëri, se dëgjo, se është bërë qesharak tani. Sa e thënë dikur sa njëri dhe po e rrifte dikush dikë, dhe ky që rrifte i thosh, vjen në njërë pa të shoq, i thosh. Vjen në njërë pa të shoq. Dhe ka një 13 vjet që do të argëzoj Edi Ramën dhe shkon e bën xhiro në bulevard. Jo zotëri, se do Sali Berisha Edi Ramën. Harrojeni. Zoti Islami, në këtë rast, ju si e shikoni rrugdaljen e Shqipërisë në këtë lloj ngërçi ku ka mbetur, duke qenë se dhe procesi integrimit për në Bashkimin Evropian duket se është bllokuar për shkak të blokadës që kreu Edi Rama në kuvend për Belinda Ballukun? Me të vërtet, diskutoni dhe e besoni për rallën e integrimit në Bashkimin Evropian? Të paktën ju gazetarët që e njihni politikën dhe studioni për ditë, të gjë nuk duhet ta besoni. Jo, pa shtroj si pyetje. Mos e shtro si pyetje. Cila është rrugdalja e Shqipërisë duke qenë se jemi në këtë situatë? Jo, zotëri, nuk ka integrim për Shqipërinë, ua kam thënë me qindra herë, prapë po e them. Është prallë, është ëndër, nuk bëhet, nuk do bëhet kurrë. S'ka për të bërë. Dhe këto kam thënë në mënyrë përsëritur dhe kështu po ndodh dhe tani. Harrojeni fjalën integrim evropian. Është thjesht për të mbajtur popullin me shpresë dhe të rinurt, të mos ndihen. Thjesht për të mbajtur të rinurt. Ndërsa ndryshimin e politikës aktuale mund ta bëjë vetëm një kryengritje e përgjithshme shqiptare. Asnjë tjetër. Kryengritja shqiptare të bëjnë dot, ata që janë të aftë të bëjnë kryengritje i kanë kur janë shtetit, Shqipëria është boshatisur, vendi është bosh, është mbushur me aziatik dhe me afrikan, kështu që mos shpresoni. Zoti Islami, të kalojmë pak në luftën mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit, ku nga një anë Donald Trump shprehet se është afër një armëpushimi të plotë dhe rinisjes së negociatave me Iranin, dhe nga ana tjetër ka deklaruar se do të dërgojë 10.000 trupa në lindjen e mesme. Ju si e shikoni në këtë rast? Çfarë po ndodh me vetë Trumpin, Iranin dhe konfliktin në lindjen e mesme? E kam thënë dhe në të kaluarën, Trumpi i ka hyrë detit me këmbë, me luftën që filloi në Iran. Vërtet e ka shkatëruar, ka shkaktuar dhe rreth 1 trilion dollar dëme dhe shkatërim total të shumë qendrave dhe qyteteve, po pjesën e shëndosh të armatimit dhe të ushtrisë iraniane as ka arritur ta di se ku është. Sa i përket ushtarëve që ka çuar atje, i ka çuar thjesht për show, sepse ata luftë toksore në Iran nuk bëjnë dot. Është e pamundur.
po të çojnë, po të fillojnë sulme në tokë, ata do shkojnë thjesht mish për tokë. Dhe do bëjnë kurban i një deliri që ka Donald Trumpi për të pushtuar Iranin dhe për ta nënshtruar. Irani do të rrisë superfuqia atje ku është. Irani ka resurse të pafund, prodhon armë shumë moderne, ka ndihmën e Kinës, të Rusisë dhe të Koreas Veriut për të prodhuar armatime moderne. Është vonë shumë Trumpi që të tërhiqet dhe të çojë ushtarët amerikanë në shtëpi të tyre, sepse po i bën kurban për interesa të një kriminali, të një sadisti, të një përbindësi që quhet Benjamin Netanyahu, që ka mbytur popujt në gjak, qoftë në Liban, qoftë në Siri, qoftë në Izrael, qoftë në Palestinë. Pra, ai presidenti amerikan zotëri po bën një aventurë që i kushton qytetarëve amerikan gjak pa interes dhe pa shkak. Se si bëri gjë Irani Amerikës dhe popullit amerikan. Irani ka kërkuar që Izraeli të shkojë në kufit e tij. Dhe ta mbrojnë Izraelin, po që të shkojnë të hyjnë në Iran nuk do ta bëjnë dot kurrë, sepse përveç Iranit Turqia ka deklaruar dhe ka thënë 2 milion ushtarë do t'i çojë menjëherë në Izrael. Menjëherë dhe çoni ka të tëra kapacitetet dhe mundësitë ta çojë. Pra është me të vërtetë ka hyrë detit në këmbë ky presidenti amerikan. Nuk e di ku do përfundoj, se di, mbase në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do dalën politikan larg pamës dhe ta marrën këtë kthes, të kthejnë ushtrinë amerikane në gazerma dhe të shpëtojnë jetët e djemve dhe të burrave amerikanë që mund të vënë mish për tokë për qef të Izraelit në Iran. Po, nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli kërkojnë që Irani të mos ndërtojë armën bërthamore qoftë në Hamas. Ku e gjetën ato të drejtë ta ndalojnë? Sepse përbën kërcënim për vetë rajonin. Po pse Izraeli s'ka kërcënuar, s'ka mbytur botën në gjak deri tani? Çka ka bërë? Jo zotëri, jo. Jo zotëri, jo. Kjo është tamam si ajo pralla shqiptare, gjitha shqiptare, si thonë, që ujku i thoshte qëngjit që ishte 50 metra më poshtë, i thoshte më turbullove ujt. Jo, por zotëri, pse pas ka të drejtë Izraeli të ketë arma atomike dhe Irani nuk ka për të mbrojtur? Jam kundër kësaj këtij presioni që i bëhet Iranit.